as janë nisi. Shumë kongë e mirë, s'po du me janë nisë as me folë për store, pa e mirë njerë fillimin e kongë, të s'ka rëndësi, s'tash. It's just so right. Mirë, i tregova ma herët për storin që na e sjellë shpresa, është për një fizioterapeut nga Ferizaj. Është i veçantë për punën e tij, na raporton shpresa pra. Po pra, si shta dhe te, bëhet fjalë për doktorin Fehmi Beislimi, i cili është nga Vitia, por në fakt ka 15 vite me radhë, i cili punon në Ferizaj, në një ambulant tretmani, është fizioterapeut, shumë i veçantë për faktin që është i verbër edhe njerëzit shkojnë shumë, ja besojnë punën e tij. Fizioterapia do thot mirët me rehabilitimin e aftësive të kufizuara, po është më shumë se kaq. Në fakt, unë kisha një problem këtu me qave dhe mandej s'ka shku 2-3 minuta. Vetëm disa... Nuk është që e ndreqa, po të paktën e evitova, dhe më thonë, problemin që kisha pak. Fizioterapeutët në vërtet janë një ndër... është një ndër profesionet më të nevojshme në ditën e sotit, sidomos kur e çojmë një kohë të madhe të ditës të ulur pranë kompjuterave. Kështë edhe problemi ashtu të nkuar në kompjuter dhe pak monitori ma poshtë qafën, ketë, spondiloza, etj. Fizioterapia si profesion është shumë i lashtë, daton qysh para lindjes së Krishtit, po për me pa personazhin tonë qaq të veçantë dhe shumë pozitiv, atëherë ju ftoj që ta ndiqim përmes stories. Hajde shkoj. E kishte humbur shikimin në kohën kur karriera e tij sportive ishte gati në maj të suksesit. I ndodhur para një fatkeqësie të atill, për Derek Carter, e ardhmja dukej se do të ishte e zymt. Por sot, ai njihet si një ndër fizioterapeutët më të suksesshëm në botë. Amerikani Carter ka diçka të përbashkët me Fitim Bislimin, i cili pothuajse tërë jetën ja kushtoi profesionit të fizioterapeutit. 53 vjeçari nga Vitia, për 15 vjet me radhë është në shërbim të popullit të tij, përmes kësaj ambulance në Ferizaj, e cila bën terapi fizikale. Më parë kom punu në bajnë e Klokotit afër 30 vite, dhe jam i kënaqur. Në punën që baj, natyrisht jam i kënaqur. Ka ambulancë trajton njerëz ose pacientët që kanë probleme me gjendjet post-traumatike, traumatike, neurologjike, parezat ose paralizat. Terapia fizikale ose fizioterapia është një profesion i kujdesit shëndetësor që ka të bëjë kryesisht me rehabilitimin e aftësive të kufizuara. Profesioni terapeutit është profesion që lyp energji, që lyp fuqi, që lyp dije edhe talent. Edhe qëndrueshmëri, ma thonë. Çka ka definicion për terapeutin e mia? Tjera sene e ka bioenergjinë, e ka ato, se ka këta, e ka ato për mua janë alternativa. Alternativa është që nuk është i verifikuar. Investim, përkushtim dhe qëndrueshmëri janë këto disa nga tiparet që e bën atë të qëndrojë në këmbë, pavarësisht vështirësive që pati. Une e kom të i kaluat rrugën e mundeshme. Po afrona ka përfundimi. Por tash më herë të po thamë pra, nëse kish me marrë një kolegi kategorisë time, një hap t'il, po thamë se nuk ish me qenë, nuk ish me kalu mirë. Mua nështë foti më e ma ka qenë që unë e kom kry në qendër të madhe në Beograd e kom kry. Edhe kër jam kry këtuve që kam pas një predispozion të mirë të punës, një njohje të mirë të punës, edhe jam kry shmiljen në bajtë Klokotit. Edhe aty kam fitu tani edhe provojen, edhe gjetunien, edhe aftësien, edhe e kam shëndru këtë në punë.
E të shumt janë ata që kanë nevojë për duart e tij. Ku mujtë me jetu solid për shkak se tash kam pas besimin edhe kam qenë një ambulancë e respektume. Kam pas punën, në pojnë mua kur që s'kam pas punën, 2 fëmijë rriti në familje, që të janë zënë së rrës me fëmijë janë fëmija, kështu shumë e mje knoqën, por, po thamë, e di vetë se qysh kom rritë dhe këtu. Këmë nuk ka qenë rrugë e letë, definitivisht. E me qënë se orari ti është i gjatë, kafet për të janë të mirë se ardhura. Është një njeri shumë i veçantë, në gjitha aspektet, kalojmë shumë mirë, është profesionalist i mirë, i çmon njerëzit, i nje gjanat mirë, i nje gjitha aspektet, si në shëndetësi, si jetën e përdeshme, si në politikë. Unë kam mësu shumë sene për tina, me gjithë e ma i ri pak, kam mësu shumë sene për tina. Pas kafës, kthimi në ambulant është i domosdoshëm. Aty prisin edhe shumë të tjerë. Mirë ju, po unë misë këshalët e tjone. Shemëne, do më bërë? Po ju marë po visha, po tash s'u marë për më to. Koma më këpot prej gjysës të kosht, komplet. Temperaturë që prekëm njerës me biciklo dole. Ti ku marrë të injekcionet dhe të shkallë? Sa ke marrë 3? O, ma e të ti më shumë. 3 injekcionet? Albertin, shpajta dhe këta. 3 injekcionet ke marrë? 2 i ku marrë promë se më marrë. Që jetë është me marrë dhe do më. Që ka dole? Edhe greja shpotu greja për vjenë? Ka unë e greja? Po, ka vejtë. Të dyja. Pak ma shpesh. Të dyja.